deputeti i djathtë, po i krajinës së Lavërisë, e ka ngrit 3 herë, 4 herë dhe 5 herë. Dhe sot e kemi midis nesh me gjithë shoqërinë tonë. Edhe i them një bravo të madhe që ka ngrit zërin e qytetarëve tanë. Ku deputeti Bujar Leska ndotoi fjalimi më të bukur në mbrojtje tuaj, apo të vetes, apo të luginës. Të tjera kur banorët kanë zhvilluar protestë sa i përket kësaj tentative të shëmtuar dhe kriminale do ta konsideroja për grabitjen e ujit të lumit Shushica, ne kemi qenë prezente dhe vazhdojmë të jemi sot edhe në këtë protestë të cilën e kanë organizuar banorët e fshatit Kuç. Do të jemi gjatë gjithë kohës në mbështetje të tyre, është një akt kriminal të cilin e pason edhe tentativa për të grabitur edhe ujin e vendburimit në Tragjas. Unë nuk e kuptoj pse qeveria në këtë aksion të saj, në cili nuk i shërben komunitetit dhe nuk është një investim i cili përmirëson furnizimin e ujit të pishëm të këtyre banorëve, por është një tentativë për të devijuar ujin dhe për ta çuar te klientët e qeverisë në Bregdek, në resortet e tyre dhe për të mbushur ujit e pishinave, dhe nuk është një akt i cili ne mund ta tolerojmë, dhe gjatë gjithë kohës do të jemi këtu prezent së bashku me përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe ne si kandidat Partisë Demokratike për të protestuar dhe për të ngritur zërin fort ndaj kësaj padrejtësie që po zhvillohet në këtë zonë. Po, sot kemi ardhur në mbështetje për të mbrojtur lumin. Ky lum i është dhënë nga Zoti, nuk është dhënë fare nga asnjë person tjetër, këta po e mbrojnë dhe këta nuk kanë asnjë lloj të drejtë që ta marrin banorëve. Këtë gjë që ka dhënë Zoti, këtë burim njerëzor, që është e tyre dhe i takon atyre. Ne nuk do lejojmë këtë gjë që ndodhi.